Na rriti Zoti. Një javë më parë, në këtë kthes të Dragostunjës, një rreshitje masivi rrezikoi jetën e një familjeje dhe bllokoi një nga segmentet kryesore drejt juglindjes. Po çoja mamin tim për vizitë, pa vajtën Librasht, e kthesa Dragostunjës. Aty pashi po shemsin ca gurë të vegjël nga pak nga ajo. Edhe e kuptova që po rrëshiste gjithë mali poshtë, e kuptova me njëherë, ndalova, ika mrapsh me makinën, mos kisha ikë mrapsh, ose të kishte makina tjera, do na kishin zonë gurët aty me gjithë mamin tim, po kishin ngel aty. Ndalova edhe makina tjera që po vijnë nga mrapa. Mbi këtë shpatë të qarë vazhdojnë punimet për korridorin 8. Inxhinier dhe ekspert thonë se ndërhyrjet kanë dobësuar masivin, por autoriteti rrugor shqiptar e mohon. Sipas ARSH-s, shkak kryesor për rrëshqitjen është prezenca e shtuar e ujrave sipërfaqësore dhe nëntoksore. Segmenti Librasht-Prenjas është një nga nyjet kryesore të qarkullimit drejt juglindjes. Shqyr Zoti, jemi mirë. Rruga është e hapur, por frika për një përsëritje mbetet aty.